Nderuar të pranishëm, fillojmë në emrin e Zotit. Atë që sot ose sonte kemi paraparë për ta diskutuar bashkë me ju, ka të bëjë më tepër me, dhe ne e kemi emërtuar si temë, në fakt qëllimi i emërtimit ka qenë të na ndërtojë edhe një kornizë në kuadër të së cilës ne duhet të lëvizim me fjalorin, apo me komunikimin, me urtësi e atyre vlerave të cilat ne i bartim dhe janë pjesë e jone pandashme. Kuptohet gjithnjë, jo të imponuara, por në bazë të zgjedhjes së lirë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme nga segmenti ose nga pikpamja e besimit, nga pikpamja e Kuranit, në kuptimin e asaj që njerëzit ose njerit, individit i bëhet oferta dhe në kuadër të asaj oferte ai preferon ose zgjedh mënyrën e të vepruarit, mënyrën e mendimit, mënyrën e artikulimit të gjërave, mënyrën e ngritjes, formimit të personalitetit të tij, mënyrën se si do të reprezentoj ose si do të përfaqësoj gjërat të caktuara prej vlerave të cilat ai posedon. Dhe jo rastësisht, dilemën që e kam shtruar ka të bëjë me besimin, religiozitetin, islami mes tradicionales edhe modernes. Çdo njeri sot, nëse ndalemi që ndoshta për mendimin tim ka mungesa të informacioneve, kjo është opinioni im, lidhje me çështje të caktuara të cilat kanë të bëjnë me besimin ose me fen, me fetarinë në përgjithësi, do ju thonë se çka kërkon moderniteti në religion, në fe. Do thotë është diçka e huaj, do të jetë diçka lashtë asaj, larg asaj, sepse kinse moderniteti është vetëm ajo që favorizon dhe në bazë të kuptimit aktuale, ndryshimin, avansimin. Krejt unë pajtohem dhe asgjë nuk kam kundër me atë që është koncept dhe nocion bazë i emërtimit moderne, modernitet, ose sot mund të diskutojmë edhe në prizmin e postmodernizmit, sepse ne gravitojmë, lëvizim në kuadër të kësaj, pavarësisht definimeve që i bëhen. Unë do nisi prej një pikpamje. A mund t'i thoni një besimi, një feje, që kultivon ideen, mendimin, se një person i cili lejon që 2 ditë të jetës së tij t'i kalojnë të njëjta, po 2 ditë të ngjashme dhe llogaritet humbësi më i madh, a mund të konsiderohet kjo prapambeturi? Do të thonë me këtë dinamik që e inicon, që e stimulon, që e motivon njeriun për ndryshim permanent. Kur them ndryshim, nuk do të thotë, nuk them tjetërsim. Kujdes në fjalorin ose në termat që duhet t'i përdori. Ndryshimi nuk është tjetërsim, por është përkryerje, është përmirësim, është avancimi i një situate të cilën njeriu duhet ta prek, ta arrijë. Edhe tash një besim që i ka këto komponenta, ti thuash që është statik, apo që nuk lëviz, që qëndron dhe merret me të kaluarën. Unë mendoj se është padrejtësia më e madhe që mund t'i bëhet besimit të cilit unë i takoj. Kjo është opinion nga ajo se unë nisem prej këtyre paradigmave, çfarë do thotë, vlerave esenciale, thelbësore, të cilat për mua japin porosin, japin mendimin se vërtet të qëndrosh brenda fetarisë, të shëndosh brenda besimit, i cili besim çfarë do thotë? Është besimi, ne i themi iman, apo? Është mundësi. Besimi është zgjidhje. Besimi është dinamik. Besimi është shpresë. Besimi është kultivim vlerash. Dhe në asnjë vend nuk përputhet dhe nuk duhet të ndërlidhet me segmente ose sekuenca të caktuara të cilat njerëzit ose individ të caktuar mund t'ia bartin atij termi ose asaj terminologjie. Tash në anën tjetër kur flasim për postmodernën, unë nuk dua edhe shikimin tim ose këndvështrimin tim ta kem vetëm në prizmin e negativitetit, apo vetëm të gjykojmë për postmodernën, për modernizmin. Megjithatë, në të mirat e atij postmodernizmi ose modernes, jemi duke i shfrytzuar në kuptimin e teknologjisë, në kuptimin e komunikimit,
në kuptimin e bartjes edhe mundësisë së bartjes të vlerave, në kuptimin për mua si besimtar të më arrit motivimin edhe të arritjes time personale, por edhe të ngritjes të vlerave. Kur flasëm ne për motivimin e arritjes, kur e zbërthejmë në kuptimin psikologjik, ne cilësinë e parë që ja japim motivit për arritje, themi se është garë. Po, të garosh me vlera, të garosh me arritje, të garosh me gjëra përparimtare, të garosh me kontributin për të ngritur një shoqëri ose qytetërim të shëndosh. Dhe këtë unë e them se na imponon besimit të cilit ne i takojmë. Po, ky islam nuk mund dhe nuk është e drejtë emërtimi për të jetë vetëm në formën, apo ka të bëjë me të kaluarën, ka të bëjë me segmentin e çështjeve të cilat janë tradicionale. Në çdo një pikë që ju do thyreni në tradicionalitet, në secilën çështje, në secilin atom, qelizë të asaj problematike, do të shihni dinamikën e fshehur brenda tyre, të cilën ndoshta ne nuk jemi në gjendje ta shohim. Ne a kemi mundësi me syrin ton ta ndajmë atomin në protone, në elektrone? Apo nuk e kemi atë mundësi. Si duket se pas kemi edhe mundësinë në mungesë të informacioneve të shëndosha, burimore, në mungesë të koneksionit, lidhjes tonë me burimin kryesor që është Kurani, në mungesë me njohjen e personalitetit të profetit Muhamedit a.s. i cili është ndoshta apo zbatuesi më i drejtë dhe më i denjë dhe më i përkryer i kësaj çështje. Besimi që ofron alternativë, që ofron mundësinë e kultivimit dhe të garimit të barabartë, të platformimit të një populli në mënyrë të barabartë, jo në mënyrë denigruese, jo në mënyrë inferiore, jo në mënyrën e nënshtrimit, e lojalitetit, por në mënyrën e konkurencës së barabartë me vlerat të cilat ne i bartim. Dhe unë për atë arsye ndoshta e kam zgjedh si dilemë dhe si diskutim timin për çështje të caktuara. Se sot fetarin njerëzit ose postmodernja, më mirë them, e redukton, kur them e redukton, e ul vetëm në sferën e emocionalitetit. Dhe për atë arsye ata fetarinë e njerëzve e përshkruajnë si përjetim emocional. Sepse në atë fush edhe në atë nivel duhet të na zbresin. Ato në brenda elementeve të fetarisë tonë nuk duan ose spaku nuk i shohën çështjet racionale, çështjet e mendimit, çështjet e idesë, çështjet e produktivitetit, apo arritjeve, garës, qëndrueshmërisë, rezistencës, në kuptimin pozitiv, gjithnjë flas. Si mund t'i themi, segment vetëm tradicional, një ajeti kuranor unë do ju kisha preferu, nëse keni Kuran me përkthim në gjuhën shqipe, që mos vi se unë u abarti, po edhe vetë kur ta lexoni ta shihni çfarë potenciali ka brenda atij në kapitullin Fusilet, surja Fusilet, ajeti 33 ose 34. Është ndërtues i fuqishëm. Nëse e lexoni, do thonë në gjuhën apo kuranore, atje thuhet wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'a, apo idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu ka'annahu waliyyun hamim. Nëse thot pikërisht fillon kështu, e mira edhe e keqja nuk janë të barabarta, nuk janë të njëjta. Ti mundohu të keqen ta rregullosh me një veprim të mirë. Shifti çfarë vlerë ndërton. Do thonë, ku e ka nismën pikpamja kuranore në kuptimin e kultivimit të vleras ose të qenurit modern, e ka shumë të avancuar. Nuk fillon prej pikës 0. Do thonë, fillon prej një pikpamje superiore, jo që ti tregoni tjetrit se je i dobët, por vetëm për t'ia bërë me dije se ju jeni të barabartë në garimin. Tash, kur e përmendi këtë, gjithmonë më asociojnë edhe diskutimet e Tariq Ramadanit, diskutimet e disa dietarëve që e njohën mirë kulturën dhe civilizimin evropian, dhe të cilët i shohin këto pikpamje nga disa kënd vështrime vërtet shumë reale, edhe ai thotë se ne jemi të barabartë në kuptimin se duam të garojmë me vlerat. Ne nuk jemi të gatshëm vetëm për t'u asimiluar, ose ai e diskuton edhe problematikën e integrimit, e keni parasysh.
Do besimtarët, muslimanët të integrohen në Evropë, por integrimi nuk e sheh thot si pjesë asimiluese, si pjesë e nënshtrueshmërisë. Apo ti shkosh një evropian i thuash, "Më fal, unë jam i dobët, i ulët, i pamundshëm, i frikshëm", një sër gjërash, a ka mundësi? Filloni prej një çështje e cila është e vogël, e cila është e dobët, e pamundshme. Tash nga unë e marr këtë koncept, kur nëse i lexoj trajtesat, nëse i lexoj urtësitë, nëse i lexoj porositë kuranore, të gjitha ato më asocojnë dhe më stimulojnë në çështje të barabarta, në çështje të garimit, në çështje të kultivimit të vlerave me të cilat unë duhet të jetoj. Sot askush nuk mund ta mohojë në botë problemin e ateizimit të një pjese të konsiderueshme evropiane, veçmas nëse bisedojmë për Zvicrën dhe për shtetet skandinave. Flas në mënyrë statistikore, nuk flas me hamendje, por flas për një proces. Si rezultat i çka? Krejt analizat thonë se rezultat i këtij ateizimi, apo i cili vjen si rezultat i botkuptimit ndoshta të gabuar në kuptimin e modernës, me çdo kush shkputjen e njeriut prej lidhjes shpirtërore, vjen si rezultat i hedonizmit, parimit të kënaqësisë, domethënë çdo gjë që më bën mua të lumtur, është e mirë. Edhe unë për atë arsye paramendoni si do ishte reagimi një prindi që është i formuar me vlerat të mirëfillta islame. Vjen fëmia i tij dhe thot: "Bab, krejt klasa mori mish, unë mora pens." Apo edhe ta përjetoj këtë. Nuk ka mundësi një besimtar këtë ta sheh arritje. Apo pa mundësinë, dobësinë e tjetrit ta sheh superioritet për veten. Është e shtrenjtë forma. Por në konkurim të barabartë mund të veçohen njerëz dhe apo ana vitale, ana e mirë e njerit të shfaqet, nuk ka asgjë të keqe, por jo duke i theksuar negativitetet e tjetrit. Për atë arsye kur përmenda ajetin kuranor, ju preferova që vetë ta lexoni, sepse atje thot nëse ju veproni me këtë, apo me këtë aksion, çfarë është aksioma? Vlerë. Me këtë, do thot, me këto urtësi, nuk ka shansa që edhe armiqët tuaj më të bindur të jenë një ditë miq tuaj, ta kuptojnë esencën. Ne sot realisht kur them këtë dilemën mes tradicionales edhe modernes, e kemi humbë prej në start, sepse ne kemi pranuar të garrojmë në fushën në të cilën të tjerët na kanë nxjerrë që ne të jemi pjesë e civilizimit botëror. Edhe ata ku na kanë nxjerrë, ata favorizojnë idenë e fetarisë ose religiozitetit emocional, ku nuk ka hapësirë edhe platformë për të ndërtuar një fetari racionale apo logjike, kur ju keni më spaku mbi 100 ajete që e theksojnë rëndësinë e të menduarit në procesin e vendimmarrjes, në procesin e aktivitetit individual të njeriut, në shumë çështje të cilat kanë të bëjnë me rregullimin shoqëror, këtë që e përmenda është rregulli shoqëror dhe për ato prizma flet, ose edhe për pikpamjet individuale. Çka do të thotë? Çfarë force? Tash kështu mendojeni. Ne ndonjëherë psikologjikisht themi imagjinojeni një situatë. Para mendojeni sa i fuqishëm do të jetë një person i cili para një të keqes do niset me pikpamjen më të mirë të përballimit me të. Jo t'i afrohet me energji negative, do thonë, dikush të ka etiketuar me diçka, edhe ti tash, po, mënyra e komunikimit tek ne fillon e zhdret. Kush je ti, apo pse kështu? Me automatizëm ne japëm ndjesisë ose anës tipareve emocionale të personalitetit ton, atyre ju japëm përparësi edhe ato i nxjerrim në rrafshin e parë. Pastaj veprojmë, pastaj ndoshta mund të marrim masë ose të kemi veprime metodologjike, racionale, në të shumtën e rasteve. Kur përmenda thash, apo pikpamja hedoniste, ose pikpamja e materializimit të skajshëm. Sot, pajtoheni edhe ju, do thonë unë flas vetëm për disa situata për të cilat mendoj se është brengë e përbashkët, kur them për modernën ose postmodernën. Sot,
Nëse berza e New Yorkut, ose berza e Londrës, berza e Tokios, shkojnë poshtë, krejt receptorët e njerëzve janë aktiv për ta regjistruar këtë. Askush nuk ngelen shikues. Çdo njëri brengoset se apo ekonomia shkoi, do të thonë një shtet i caktuar përfundoi keq. Pse këto receptorë? Ato funksionojnë me parametra të njëjta për mendimin tim. Kriteri i tyre është racionaliteti. Nëse ju japëm hapësirë që t'i kultivojmë edhe t'i kemi të integruara edhe pjesën tradicionale, cilën tradicionale? Flas për besimin, flas për Kur'anin, flas për Sunetin, flas për traditën profetike. Edhe ato që ne llogaritim moderne sot se si të ambientohemi, atëherë kjo është mënyra më e përkryer e cila do na mundsoj që receptorët tonë të reagojnë në mënyrë të njëjtë edhe për ndonjë krizë ose për ndonjë berz shpirtërore. Postmodernia neve asnjëherë nuk na ka folë për krizat apo etike, morale që i ka bota. Por gjithnjë kërkon prej nesh që ne ta akceptojmë dhe ta pranojmë një realitet i cili është i përqendruar apo në një lumturi kushtimishtare e cila bazohet në sferën e materiales. Aq larg shkon, pajtoheni, a është trend dhe është shumë moderne sot, për shembull çiftet bashkëtorë. Para dasmës bëjnë një muaj aktivitet dhe janë shndruar në mini Hollywood. Për shembull incizohen skena, filma, gjëra të tjera. E keni parasysh, bëhen 20 CD, shumë mirë, super. Unë nuk jam kundër të përdorim këto të mira teknologjike. Po më dhem ajo se krejt institucioni familje, i cili thot se të di njerëzit që pajtohen për të hyrë në kuror, pranojnë sakrificën në kuptimin e asaj se patjetrin nuk mund të funksionojë familja, është paradigmë, vlerë, besimore. E tash shumë keq është edhe e dhimbshme kur përfundojnë CD-t dhe përfundon edhe lidhja e ditërinjve. Para mendojmë, nuk është formimi një familje, është shumë më shumë vlerë, jo vetëm shifër, jo vetëm statistik, por është diçka pak më e madhe dhe më e rëndësishme. Për atë arsye them se nëse pikpamjet janë hedoniste, materialiste ose individualiste të skajshme, vërtet edhe kjo në vend. Unë gjithnjë them sot shumë më e favorshme është për një besimtar të jetojë në Zvicër, në Gjermani, se sa të jetojë në Siri. Më falni, do të thonë, ajo që ndodh atje është pikëlluese, edhe askush nuk mund ta mohojë atë. Ose atë që ofron një sistem diktatorial. E çka ka? Çfarë vlerash mund të kultivojë një besimtar në një shtet ku udhëhiqet ku diktatorizmi është segmenti bazë. Është problematik politike dhe unë nuk do të hin ato, por megjithatë për ta bërë krahasimin do të shihet ajo. Tjetër është sfera e asaj që unë them se te njeriu çfarë është bazike ose çfarë është e rëndësishme. Supozoj se do të thonë jemi lëvizim në komponenta dhe në rrugtime të përbashkëta. Ka një konstatim, thotë kështu, nëse te njeriu rritet apo ana shtazarake, do të thonë ana e kërkesave të botës së padetdijshme të tij, atëherë zvoglohet edhe dobësohet pikpamja shpirtërore e tij. Dhe kjo është evidente. Dhe secili mund të gjykoj, secili veten mund ta vendojë në peshore. Ne kollaj e matim apo 80 kg, 82 kg. Por këto 82 kg të mund t'i vendosim në favor të anës shpirtërore, do ishte edhe pak më esenciale, do ishte një investim pak më i përkushtuar, do ishte një përpjekje që besimtari t'i sinkronizoj tradicionalen me modernën. Edhe modernja mos jetë me automatizëm edhe paraprakisht e keqe për mua. Pse? Apo, kuptohet, ajo teknologjia, ne krejt e shfrytëzojmë ato. Dhe ne krejt jemi përdorues të asaj. Dhe krejt do të thotë jemi të kyçur brenda kësaj dhe nuk mund t'i shmangemi dhe nuk guxojmë t'i shmangemi. Do ishte shumë e mirë nëse ne do ishim kultivues të këtyre vlerave. Do preferoja një shtet ose një vendbanim, një popullat që duke ju referuar vlerave burimore apo të besimit të tij, të mund të kultivojë edhe një qytetërim të shëndosh. Kjo është ëndër. Kur them ëndër në kuptimin që duhet të bëhet realitet për të gjithë ne.
Por, ka çështje pikpamje të cilat ndoshta me këtë segmentin e tradicionales nuk përputhen. Do sjell disa shembuj ndoshta të vogël dhe të parancishëm për ju, por për mua të rëndësishëm në kuptimin e asaj se si e preferon pikpamja kuranore realizimin e saj. Apo, sot ka shumë njerëz, bamirës, bujar, që në botë mund të bëjnë, themi, të japën lëmosh, ose të dhurojnë një sasi, një altruizëm, të tregojnë një altruizëm të tyre, bamirësi të tyre, vetëm përmes llogarisë bankare. Thotë $5 milion i lëshoj për fëmijët në Afrikë. Të përfshirë nga virusi HIV. Dhe kjo është, por në segmentin e tradicionales, Islami nuk kërkon deindividualizimin, por kërkon ju ta prekni situatën. Jo, nuk e favorizon dehumanizimin e akteve, e favorizon kontaktin me njerëzit. Sot pajtoheni, do thot, me një mesazh, nëse keni në celularin tuaj 500 emra, me një mesazh të gjithëve thoni urim me festën e Bajramit. Nuk është kjo. Nuk është kjo ajo që kërkohet nga pikpamja e tradicionales. Ajo kërkon që t'ja shtrejni dorën. Kërkon që ju të keni kontaktin, afërsinë, të keni kontaktin sy më sy. Të mund të shijoni edhe të përjetoni atë pikpamjen humane. Cila është pikpamja humane kuranore? Të kesh kontakt, të kesh afërsi. Të kesh, ne i themi sot, edhe lidhje, do thënë, e empatisë të ndërtosh. Është shumë e rëndësishme sot nëse refugjatët sirianë, apo emigrantët, ose varësisht tash dhe martimi është e problem në kuptimin politik. Shumë kollaj mund të thoni se e jepni një shoqatës, por është shumë e rëndësishme të shkoni gjysmë ore ta kaloni në ndonjë pikë kufitare me ta. Edhe ta shihni atë vështirësinë e një fëmije 5 vjeçar ose një personi të plak. Tash, shemi dilema i ri plak. Postmodernja neve a na ka imponu, pajtoheni me këtë, na ka imponu dhe na thot se i ri është mirë t'jesh, plak është keq. Kjo është rezultati i këtij moderniteti për mendimin tim që ka disa defekte të pashërueshme në kontekstin e virusimit, në kontekstin e hibridizimit të shoqërisë. Dhe për mua kjo është pengesë, realisht është pengesë sepse kemi vlerë esenciale. Po, ke fjalën e Zotit. Dhe ajo është në mënyrë absolute e thonë. Dhe ajo të thotë se bamirësia jote do të prek, duhet të krijosh një kontakt. Do ta shijosh atë. Jo në kuptimin të lëvdrohesh, nuk them për ata. Jo në kuptimin apo të arritish egon tënde. Por shumë e rëndësishme, të thotë, qoftë variantet e festave, qoftë variantet e bamirësive, qoftë gjërat tjera të kështu. Navigacioni, apo sistemi për kryer, shumë mirë, dhe çdo njëri prej nesh e shfrytëzojmë, veç mas nëse udhtojmë në një vend që nuk e takojmë. Por ai kemi ndonjëherë ndonjëherë sa më ndryshe do të jetë të ndalesh dikund, apo në një kafeteri ose në një rrugë, edhe t'ju thosh atyre njerëzve mirë dita, përshëndetje, si jeni, unë kam nevojë domethënë të udhëzohem për një. Nuk e humbni kontaktin. Problemi një ndër problemet kyçe të postmodernes është individualizimi i skajshëm dhe padukshmëria. Apo njëri ulet në shtëpi, prej shtëpi porositën. Çfarë do të tesha, gjëra të caktuara dhe i bin. Ju e humbni kontaktin me shpirtin. Dinamika esenciale ose këto apo tradicionale që ne themi, kuranore, është e përqendruar në atë që thotë se apo e mira e juaj ta prek dikën në mënyrë konkrete dhe në mënyrë të pashmangshme mos humbet kontakti. Apo me njerëzit edhe prezenca e juaj tjetë ajo mundësia që të tjerët vërtet ta shohin. Kur bisedohet për këto çështje, tregohet se modeli më i mirë ka qenë modeli i Jusufit. Dhe thuhet se Jusufi alayhis kur shkoi në Egjipt, direkt nuk u bë do të kështu mendje madhe dhe direkt të ndërhij në çështjet e rregullit shoqëror që i kishte ajo shoqëri. Por u ambientu duke respektu edhe besimin që ata kishin, duke respektu edhe vlerat ekonomike ose sistemet që ata kishin krijuar dhe duke ofruar alternativën e më të mirës. Por atë arsye përmenda motivimin edhe garimin.
si çështje. Nëse pozicionoheni për të garuar, atëherë s'ka gjasa dikush t'ju asimuloj. Sepse ju do jeni gjithnjë në përpjekje dhe në orientimin që të kultivoni vlerat e juaja origjinale dhe unë jam për atë. Dhe unë jam do thot i përkushtuar në segmentin e asaj se ne kemi vlera që ka mund t'i ofrojmë qytetërimit. Ose veçanërisht nëse bisedojmë për pjesën e muslimanëve në Evropë. Ka gjëra dhe ka çështje të cilat me siguri mund të preken edhe mund të ngriten në pjedestale pak më të larta. Edhe si alternativë tjetër, kur profeti Muhamedi e themeloi shtetin në Medinë, dhe pa që botën ekonomike e kontrollonin hebrejt, apo tregun, berzën, këta që unë përmendëm herët, nuk tha mbyllnja berzën atyre, nuk tha mbyllnja burimet furnizuese dhe furnizimet familjare që i kanë ata. Tha vetëm hapni një alternativë. Hapni ju një treg, një zonë të lirë ekonomike, sot me fjalorin modern flas, ku nuk do të paguajnë tatim njerëzit të cilët do marrin pjesë aty, dhe nuk do kenë do të harxime, investime, gjëra të caktuara, dhe brenda kohës vetveti u shkrini ose gjërat, çdo njeri preferon sot secili vrapon pas tregut të lirë. Dubai, apo ishte Hong Kongu, transformuar Dubai. Nesër do një qendër tjetër ose Kina sa i përket çështjeve të caktuara. Nuk jam ndonjë ekspert ekonomist, po sado kudo kemi informacione të caktuara bazë lidhje me këtë çështje. Por prapë them, për ne është shumë e rëndësishme pozicionimi në vlerat tona, do të thotë në atë që dikush thash mund ta paragjikoj si statike apo e pandryshueshme, a harron se dinamikat më të mëdha dhe më themelore i ka në vlerën edhe në thënien se është në humbje një njeri i popullit tim, i umetit tim, që 2 ditë të jetës së tij i kalojnë të njëjta ose të parafarta. Unë nuk e di çfarë dinamike tjetër mund të vendosim nga pikpamja apo e fesë, e besimit, e religiozitetit tim. Tjetër është këtë që t'i afrohesh besimit në mënyrë emocionale me tifozeri. Tifozlloku e ka jetëgjatësinë ose kosgjatjen e ka shumë të shkurtë. Apo në stadium 90 minuta mund të bërtitni ura, kombëtarja, nuk e di çfarë, do që është edhe ajo një arritje. Por megjithatë, të qenurit pjesë aktive, të qenurit lojtar është shumë e rëndësishme për ne. Ne nuk kemi më shumë nevojë vetëm për tifozeri, vetëm për qasje emocionale, apo kështu lidhje në mënyrë të verbër. Ne kemi nevojë për racionalitet, për zbardhime adekuate, për ndryshim të diskursit me të cilin ne komunikojmë. Me të vërtetë unë çështjen e problematikën e komunikimit në raport me vlerat të cilat i kemi, unë mendoj se, do thënë, kështu, nëse do marr një shembull konkret, mendoj se e kemi një torte, të themi, apo ëmbëlsirë, e mrekullueshme. Kur e shihni pamjen kështu me 5 kate, 6 kate, nuk e di sa. Dhe edhe shija është shumë e mirë, por ne shkojmë edhe ja përplasim njeriu mbi mas. Dhe manovrimi, mënyra se si veprojmë ose si bëjmë disa akte të caktuara, tregojnë gjithnjë them janë mendime ose opinionet mia individuale në këtë drejtim. Për atë arsye përmenda besimi është gjallëri. Besimi është dinamik. Kurani është edhe më shumë dinamik në kuptimin e asaj se si duhet kultivuar ato vlera edhe çfarë energjie pozitive ose e mirë, çfarë natyre e mirë brenda njeriut duhet të jetë që të keqes t'ia kthesh me të mirë. Një shembull më kujtohet, është do thotë nga e kaluara, por e kam pa gjithnjë të rëndësishëm. Vjen një njeri tek Omeri, apo kalifi i dytë, dhe i thotë se një person më ka bërë keq. Ki thotë, po ktheja me të mirë. Të bëni diçka të mirë, që qëllimi e ka pas t'i japësh një porosi, apo ta motivoj, të futet brenda një garimi nga segmenti pozitiv. Jo nga segmenti asaj që kultivohet në tevrat, ne i themi se në dhjatën e vjetër, sy për sy, krah për krah, apo nuk është kjo parametre kuranore.
Dhe ky kthehet përsëri thot. Kalif thot, unë vërtet veprova siç më thatë ju, por përsëri e njeriu vazhdoi të bëj keq. Thot atëherë do mundohesh, do organizohesh, do i japësh maksimumin edhe do i bësh një të mirë tjetër atij personi si për të cilës atij do t'i vi turp të veproj keq ndaj jush. Përsëri referenca ku është. Dhe përsëri orientimi, përsëri e shoh shumë dinamik, e shoh shumë trajtes e kompletuar. Ju si doni ne mund ta emërtojmë. Moderne, humane, njerëzore, por megjithatë është burimore, është brenda këtyre vlerave për të cilat them se ndonjëherë ose e humbim atë kontaktin racional për të analizuar dhe për të menduar këtë çështje dhe për të ndërtuar strategji për pikpamjet e veprimtarisë tonë si besimtar, si reprezentues apo përfaqësues të një besimi për cilin themi jo se ne kemi mendim pozitiv, por realisht është i përkryer në shumë sfera dhe në shumë segmente për organizimin e jetës shoqërore si të tillë. Prandaj, kur e kam shtruar këtë diskutimin ose diskursin e bisedës time, krejtput kam qenë i përqendruar te këto elemente të cilat i shoh të rëndësishme për të biseduar ose për të diskutuar me ta. Paramendojeni se sa dinamike është. A mund t'i thoni një njeriut sot ta lërni në mesin në një oqean, edhe t'i thoni se shih, ti je brenda një oqeani të mëkatit. Tash urdhëro edhe bëre ose ndërtoje ishullin e sevapit, ose ndërtoje anijen e shpëtimit. Është shumë vlerë, shumë aksion, tregon vendosmëri, sikur Nuhi, po profeti Nuh, mos e kish pas këtë këmbgulsi. A thua do e ndërtonte në mes të shkretëtirës. Shkoni për shembull sot në Tibet. Edhe në Tibet të filloni ndërtimin e një anije. Ato 1 miliard e 700 milion sa ka Kina bashkë me Tibetin, do thonin se e ku është deti ku e ndërton anijen. Por vendosmëria, dinamika e lëvizjes, ose pikpamja e shëndosh në kuptimin e asaj se çka është urtësi, unë mendoj se për këtë edhe ne, si besimtarë që jetojmë sot në shekullin 21, jam për variantin, asnjëherë për asimilim, asnjëherë nuk them për tjetërsim prej asaj çka jemi ne edhe kush jemi ne. Por megjithatë, për të fut në një garë të barabartë, për tentuar për arritjet që të përmirësohet diçka në mesin tonë, unë mendoj se kemi alternativën më të mirë ose kemi mundësinë edhe ofertën speciale. Mjafton që këtë ofertë ta hapish. Unë shpeshherë i them në biseda njerëzve. Sot vërtet nuk mund bisedojmë për letra, komunikim me letra, sepse ka përfunduar ajo periudhë kohore, por megjithatë themi nëse ju vjen një email ose një mesazh nga një person i rëndësishëm për ju, apo që e respektoni, që e doni, që keni vlera të lidhura me të, sa do kishim mund të rrim pa mos e hap atë? Themi, 5 sekonda në duken shumë. 15 minuta, ku ka një lidhje interneti shpejt se apo mesazhi është unë nuk kam internet për ta hap. Neve në ka ardhur një porosi, një email për krijuesit tonë, i cili email është guida e përkryer, dhe ai rrin në rrim kështu. Apo, ai na sheh neve, ne e shohim atë. Edhe nuk marrim iniciativë vetëm për ta klikuar, apo për ta bërë klikimin, edhe për të fut brenda për ta parë atë porosi. A mund të mohoje këtë se e kemi me vete dhe e kemi permanent, plus asaj sot mundësi që janë perfekte dhe atë thash këto teknologjinë nuk mund t'i mohojmë. Këto mirësi, asesi nuk guxojmë t'i anashkalojmë dhe themi se apo janë ideologjike. Semafori është e mire për bashkët. A mund të thoni se semafori në Moskë është semafor komunist. Semafori. Po, pse duhet dhënë ideologji një çështje e cila është vlerë dhe funksionon në mënyrë komuniste. Hajde. Apo çdo kush do kishte do e kish marrë këtë si pikpamje irrituese, si pikpamje më herët më të vjetrit ton ka thënë, do të thonë për të tentuar në qumsh të gjenjsh atë kimen.
është pak apo absurde dhe është e pa akceptueshme për shumë çështje dhe për shumë sfera. Dhe shif sa mirë këto ambientohen, nëse akomodohen ajo që ne llogaritim si tradicionale edhe ajo që sot e llogaritim apo si moderne. Por pajtohemi, sot jetojmë në qytete me miliona njerëz ku njerëzit vetmin e përjetojnë në mënyrë të veçantë. Apo miliona njerëz, dhe thoni se ne i ndajmë rrugët e përbashkëta, autobusin e përbashkët, por njeriu është shumë më i vetmuar si rezultat i pikpamjeve apo të diskomunikimit. Sot madje do të thotë kjo që është si segment, do e përfundoj. E kam parasysh se mundohem që në kuadër të 20 minutë ose 25 minuta. Sot është edhe një defekt. Ju njeriu e keni afër, preferoni më shumë për shembull SMS ose porosi me komunikim celular. A mund ta keni do të thotë bisedën kështu më direkte? Kam frikë se ndoshta njerëzit do harrojnë edhe të folurit nga ky diskomunikim ose nga kjo humbje e këtyre pikpamjeve që mund të jenë vlerat e përbashkëta. Të shpresoj do thotë gjithnjë, unë nuk jam ai që mund t'i them gjërat në mënyrë absolute, si të vërteta, por gjithnjë duke i prezantuar opinionet e mia, gjithmonë mendoj që kjo analizë ose këto studime duhet të jenë pjesë e pandashme e jetës tonë dhe organizimit të jetëve tona në përgjithësi, qoftë aspekti familjar, qoftë aspekti shoqëror. Sa hapësira secili prej nesh kemi dhe mundësi për t'ia bërë me dije dikujt se sjellja ime, komunikimi im, veprimi im është rezultati i investimit tradicional ose burimor, kuranor dhe i mbështetur në traditën profetike. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe ndonjëherë s'do të thonë asgjë, vetëm prezenca e jonë të flas është preferenca kryesore dhe vlera kryesore. Faleminderit shumë për vëmendjen. Uroj që të kenë qenë një bisedë e përbashkët, e fritshme për të gjithë. Inshallah shihemi në takime të tjera. Natën e mirë.